Hoxhë nderuar, dua të pyes për diçka që janë të implikuar shumë njerëz. Një person i familjes time ka pyetur në lidhje me lejimin e fitimit nga kriptomonedhat. Po, ne jemi pyet qysh prej kohësh dhe kemi thonë që lejohet. Mirë po, unë dua të sqaroj diçka më shumë. Këta janë futur me nga 1.000 deri në $20.000 që njohun këta njerëz që i njohun në një platformë digjitale që quhet QX. Pra ZUEKS. Quhet e cila ka si kusht bazë që çdo antar që hyn në lojë, pra ndoshta që të hyn në këtë marrëdhënie, duhet të fusit paktën edhe 5 të tjerë. Dhe sa më shumë, aq më shumë këtij shtohet fitimi. Nëse nuk fut njerëz ata të nxjerrin nga loja, pra është një lloj skeme piramidale online. Nuk sqarohet më shkruar, por kështu të paktën ato që diun, o vëllezër, kjo është gjë tjetër dhe fetvaja që kemi dhënë ne për kriptovalutat është gjë tjetër. Kriptovalutat, nëse përdoren siç përdoren të gjitha monedat e tjera në shkëmbim valutor, që njeriu blen dhe gjen momentin dhe shet dhe ai menaxhon situatën, ose dikujt që merr vesh nga kjo punë thotë o vëlla, urdhno, ma menaxho, pra me shitje dhe me blerje kjo është halal dhe e lejuar. Në momentin që futet në lojë Forex-i, në momentin që futet në lojë kjo QX-i, në momentin që futet në lojë skemat piramidale ne kemi dhënë fetva prej nuk e di sa kohësh që skemat piramidale në tregti janë haram të ndaluara. Kështu që kjo është gjë tjetër dhe fetvaja jon është gjë tjetër, e rëndësishme ti mund ta marrësh tani pyetjen time dhe t'ua çosh atyre ti sqarosh. Pra kemi një vëlla këtu që kemi këtu afër, i cili është më i specializuar në këtë fushë dhe thot atë që ne kemi thënë qysh në fillim, që këto platforma janë thuajse bixhoz. Madje e QX-i që lexuam në pyetjen pak më herë që ka e pastër fare. Ndërsa Forex-i është ngjashme me të, po edhe ajo të njëjtën skem ka, domethënë etj. Pa ka brenda xehaletin, xehale pra ka pasigurinë, ka edhe këtë tjetrën që ngjason me atë që është lidhja me fatin, po të qellohet etj. Kështu që është haram. Dhe ndoshta prej fetvave të para që kam dhënë, çish kur ka marrë Shqipëni e majmen, ka qenë një vëlla ose nga Lushti ose nga Fieri, ka pyet ke lokali që ka qenë atje. Edhe thash o vëlla, unë nuk e kuptoj këtë pjesë, më solli një libër për Forex në gjuhën angleze, pra bëhet fjalë 2002-2003. Edhe ma ka përkthy pothuajse të gjithë librin, edhe unë me ato dije që kisha, domethënë, dhash fetvan që nuk lejohet. Me atë vllajen takuose vjet ose par vjet në Haxh, ai ka shkuar në Amerikë tani, edhe falendron shumë që ja mbon atë fetva se i ka ndryshuar jeta. Sepse tha unë tha vetëm lejsha pare, duke menduar se e di shumë mirë se si funksionon etj. Tani elhamdulillah ka dhënë Zoti jetë lumtur. Kështu që elhamdulillah jemi pranë të njëjtin mendim, Allahu shpërblet vëlla.